Nuk ka zgjedhje në Tiranë. Erjon Veliaj mbetet kryetari i bashkisë. Por le të kthehemi pas në kohë për të parë kronologjinë e ngjarjes, nga shkarkimi tek vendimi i qeverisë, dekreti i Begajt e deri tek mbrojtja e Veliajt në gjykatën kushtetuese rreth shtator. Saga e ngjarjeve nisi pikërisht në familjen socialiste. Më 11 shtator, kur Rama, nga Asambleja e PS-s, njoftoi se në kryeqytet duhet të mbaheshin urgjentisht zgjedhje, madje duke shpallur dhe kandidaturën e Ogerta Manastirliut. Pas kësaj deklarate, Këshilli Bashkiak i Tiranës u mblodh me 23 shtator, ku të gjithë këshilltarët e partive bashkuan votat. Veliaj u shkarkua me 50 vota nga posti i kryebashkiakut, me argumentin e mosparaqitjes prej 3 muajsh në bashki, pasi ai ndodhet në burg që nga 10 shkurti këtij viti. Veliaj kërkoi të dëgjohej dhe të ishte i pranishëm në mbledhje për shkarkimin e tij, por kërkesa e tij u hodh poshtë. Me 24 shtator, prefekti i Tiranës përcolli kërkesën e Këshillit Bashkiak drejt kryeministrisë për miratim. Me 25 shtator, Këshilli i Ministrave miratoi kërkesën e Këshillit Bashkiak, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. Me firmën e presidentit Bajram Begaj, më 1 tetor u vendos që zgjedhjet e parakohshme të mbaheshin me 9 nëntor. Por shkarkimi i tij ndodhi pa u respektuar afati 15 ditor i Erjon Veliajt për të ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese, e cila është organi që jep verdiktin. Në këto kushte, Veliaj ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimet e 3 institucioneve ligjvënëse për shkarkimin e tij. Rreth 1 javë më vonë, situata u përmbys. Gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e 9 nëntorit. Në arsyetimin e vendimit, gjykata kushtetuese theksoi se nëse do mbahej në fuqi, dekreti i Begajt do të sillte pasoja të pariparueshme për Erjon Veliajn. Në arsyetimin e vendimit nga Veliaj në gjykatën kushtetuese u mbajt seanca me 31 tetor, një seancë e cila zgjati shtator, ku të gjitha palët u dëgjuan. Ndryshe nga mbledhja e Këshillit Bashkiak, Veliaj ishte i pranishëm, ku dëshmoi edhe për publikun. Ai ju përgjigj pyetjeve nga gjyqtarët, përfaqësuesit ligjor të qeverisë, si dhe përfaqësuesit ligjor të presidencës. Vendimi erdhi brenda një afati rekord nga 30 ditë të përcaktuara. Gjykata doli me vendimin pas 3 ditësh. Gjykata kushtetuese vendosi që Veliaj të mbetet në krye të Bashkisë së Tiranës. Trupa gjykuese votoi me 5 vota pro dhe 3 vota kundër në favor të Veliajt. Përmes vendimit zyrtar, gjykata kushtetuese argumentoi se shkarkimi i Veliajt mund të bëhej vetëm në bazë të nenit 115, pra nëse do kishte shkelje kushtetuese. Gjykata u shpreh se Këshilli Bashkiak dhe qeveria kanë vepruar në shkelje të kushtetutës kur shkarkuan Erjon Veliajn me argumentin se ai nuk ishte paraqitur në detyrë për 3 muaj. Po ashtu, gjykata arsyetoi se qeveria ka shkelur të drejtën kushtetuese të Veliajt për një proces të rregullt dhe ligjor, pasi ai nuk është njoftuar apo nuk është dëgjuar përpara marrjes së vendimit për shkarkimin. Pra, skenari për zgjedhje në Tiranë ra pas vendimit të kushtetueses ishte festa me fishek zjarre pranë paraburgimit ku qëndron Erjon Veliaj në Durrës. Ndërsa kampi i kundërshtarëve nuk pati festë, por reagime të menjëhershme që erdhën nga 2 kandidatët, Florian Binaj dhe Arlin Qori. Kandidati i pavarur, i mbështetur nga opozita, Florian Binaj, deklaroi përmes rrjeteve sociale se kurdo që të mbahen zgjedhjet, ai do të jetë i gatshëm për të kandiduar, pasi qytetarët e Tiranës presin ndryshimin. Ndërsa Arlin Qori, përmes një videomesazhi, u shpreh se ky vendim ka ardhur i komanduar nga Rama, si pasojë e përçarjes së Partisë Socialiste, si dhe tregues se pushtetit të mazhorancës po i vjen fundi. Ndërsa një reagim erdhi edhe nga kreu i qeverisë Edi Rama.
Ai u shpreh se kushdo që ka dorë në zgjedhjen e Ngërshit duke ju referuar zgjedhjeve të Bashkisë së Tiranës, duhet të ketë parasysh se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim. Se si do vijoj puna në Bashkinë e Tiranës me kryetarin e arrestuar, mbetet për tu parë.